Në një gjendje të rënduar psikologjike pas humbjes me Islandën, ku në qendër të kritikave është vënë trajneri De Biasi për zgjedhjet e tij në skemë dhe formacion, Shqipëria përballet sonte në orën 20:45 me nerva të tendosura në një tjetër ndeshje në shtëpi, ndaj Slovenisë në sfidën e katërt në grupin E, të vlefshme për eliminatorit e botrorit. Kuqezin vinë në këtë përballje me ndryshime të mëdha, kjo edhe pas zhgënjimit 5 ditë më parë me skandinavët e Lagerbäck, ndërsa përballë edhe pse kanë një skuadër ku nuk kanë fituar asnjëherë, do të kërkojnë të thyejnë tabun. Përfundimisht konfirmohet lënia në stole e portierit Ujkani, mbrojtësit Dalku dhe mesfushorit Gilman Lika. Shqipëria pritet tani sfidën me Berishën në port. Lila spostohet në të djathtë mbrojtjes. Agolli fillon që nga minuta e parë në të majtë, ndërsa Cana dhe Mavra janë si gjithmonë në qendër. Përpara tyre do të jenë Bulku dhe Kukeli, ndërsa një tjetër futbollist që fillon takimin që nga minuta e parë në të djathtë mesfushës është Odise Roshi. I vetmi problem është Alban Meha, i cili edhe pse është rikuperuar nga dëmtimi, është në dyshim nëse do të jetë në fushë nga fillimi i takimit. Në historinë e përballjeve me Sloveninë, kombëtari shqiptar e futbollit ka një bilanc negativ me vetëm 2 barazime dhe 3 humbje. Ndërkohë në takimet e tjera të grupit, Islanda pret Zvicrën, ndërsa Kipro Norvegjin. Në klasifikimin e përgjithshëm kryeson Zvicra me 7 pikë, ndjekur nga Islanda 6 dhe Norvegjia 4 pikë. Pas krave të tyre vijnë 3 përfaqësuese me pikë të barabarta 3: Shqipëria, Slovenia dhe Kipro.